e grante dhe këtë do të vazhdojmë edhe më tutje. Ata që e punojnë tokën do ta kenë mbështetjen e shtetit, në mënyrë që sa më shumë të kemi bukën tonë, në sofrën tonë nga toka jonë. Nëse ka në i fabrikë prodhimi, i kemi ndihmu me masën 2.1, 20% të kryesgjës së kredis për makineri prodhuese e kemi mbulu për bizneset. E tash në mandatin e ardhshëm, 1 miliard euro për prodhimtarin. Shteti garanton për kredit investuese, askush nuk ka nevojë me lënë hipotek tokën e gjyshit për me marrë një kredi e me prodhu për Kosovë. Shteti do t'jetë hipoteka për këta ndërmarrës të cilët duan të prodhojnë. 1 miliard euro për prodhimtarin në Kosovë. Tjetra, nëse një biznes, qoftë prodhimtari po ose tregtar ka qenë, atëherë ne i kemi ndihmu me super puna për trit. Dhe a dini çfarë? Prej moshës 18 deri 29 vjeç do ta vazhdojmë edhe në mandatin e ardhshëm. I kemi ndihmuar ndërmarrësit duke ia udhënë të rive për 6 muaj pagën minimale, që e kena gjetë 130 euro, 170 euro, e vitin e ardhshëm bëhet 500 euro. Deri më sot 23.303 në 16.500 ndërmarrje janë punësu me programin Super Puna. Pra kjo është mënyra qysh i ndihmojmë ata. Dhe si pasojë e gjitha këtyre masave, qeveria ka ndihmuar bizneset dhe do të ndihmojmë edhe familjet në përgjithësi në këtë zinxhir zhvillimi të përbashkët. E të dashur qytetar, kur jem zgjedh kryeministër me 22 mars 2021, në Kosovë kanë qenë 350.000 të punësuar. Sipas Agjencionit Statistikave të Kosovës, 350.000 të punësuar. Sot që po flasim, janë 435.000 të punësuar. I bjen 85.000 të punësuar më shumë. Apo rritje e punësimit për 24%. Papunësia ka rënë prej 26% në 11%. Dhe tash sfida kryesore në muajt edhe në vitet në vijim do të jetë fuqia punëtore. Rritja ekonomike në Kosovë, qarkullimi i bizneseve është shumë më i madh sa që kena fuqi punëtore. Prandaj është domosdoshme me lidh arsimin me tregun e punës. Deri më tash 2600 nxënësa kanë shku në 32 shkolla profesionale, në 17 komuna, në 16 profile të ndryshme. Dhe kjo do të vazhdoj edhe më tutje. Por, le të kthehemi te pika kryesore, 85.000 të punësuar për 4 vjet. A dini çfarë i bën kjo? 85.000 të punësuar. 85.000 të punësuar i bën më shumë se 6 stadiume Fadil Vokrit mushun për plot. 85.000 të punësuar në 4 vjet e 9 muaj sa jemi në detyrë, më shumë se 6 stadione për plot Fadil Vokrit Prishtinës. Ose një mënyrë tjetër me shiku këtë, nëse pjestojmë 85.000 për numrin e ditëve sa kena qenë qeverisje, i bjen kena punësu mesatarisht 50 njerëz në ditë. Ka një autobus njerëz e kena punësu për çdo ditë të 4 vjet e 9 muaj. Se edhe slogani me cilin kemi fitu zgjedhjet të ju falenderu juve, ka qenë punësim dhe drejtësi. Pra punësimi ka qenë kryefjala e qeverisjes sonë. Matutje kemi marrë masa që prekin gjithë familjen, pa dallim gjyshja, fëmijët e prindrit. Subvencionimi i faturave të rrymës, do ta vazhdojmë edhe në të ardhmen një ndër vendimet e para, nga i cili përfitojnë mbi 200.000 familje, kush kursen energji elektrike shpërblehet. Nëse mund ta dëshmoni që në muajin dhjetor keni shpenzu energji elektrike
ma pak se në dhetorin e vitit 2024, me njëherë do të shpërblerë. Pastaj, 156 biznese dhe 42.000 familje janë mbështet për pajisje efikasje, ngrohje dhe sisteme solare, 11 milion euro për izolimin e shtëpive të 3.000 familjeve, mbi 6 milion euro për izolimin e ndërtesave sociale e kështu me radhë. E tash, të kalojmë nga familja të Ferizaj. Investimet tona në Ferizaj. Qendra kryesore e mjekësisë familjare, 2.25 milion euro investim. Spitali i qytetit, 29 milion euro investim për spital modern, plus edhe poliklinika specialistike stomatologjike këtu në Ferizaj. Stadiumi i qytetit, 19 milion euro për ndërtim të plot, gjimnazi Ismail Qemali, 500.000 euro për restaurim plot, palestra në fshatin Greme, 1.5 milion euro për përfundim, kisha katolike, 1.3 milion euro për restaurim, xhamia e madhe e qytetit, 1.5 milion euro për restaurim, teatri i qytetit, 1.2 milion euro për restaurim të plot, qendra multifunksionale, 3 milion euro për përfundim projektit, qerdhjan rrugën Recep Bislimi, 740.000 euro, shkolla profesionale, 665.000 euro, shkolla model, 767.000 euro financim shtes, shkolla në Talinoc, 1.25 milion euro përfunduar, rrugët e Jezersit, 5 milion euro për zhvillim turizmit malor, shtëpia Hasan Fazlis në Koshare, 100.000 euro, dhe investime në energji efikase dhe objekte publike mbi 800.000 euro. Pra, është e vërtet që Ferizaj lëvizjen vetëvendosje e donë shumë, po edhe qeverisja jonë Ferizajin e donë fort. Por leti përmendim edhe disa projekte kapitale shumë të mëdha nga të cilat Ferizaj përfiton shumë. Brezovica, gjysëm miliardi euro investim. 500 milion euro në Brezovic për turizëm dimror dhe veror, pra punë si ndimër ashtu edhe në verë, vetëm nga shërbimet dhe mallrat Ferizaj do të lullëzoj nga punësimi e zhvillimit. Tjetra, Hekurudha që e lidh Prizrenin me Ferizajin, me Gjilanin dhe me Bujanosin. Mandati i ardhshëm do të jetë mandat i fillimit të ndërtimit e rindërtimit të Hekurudhave. Ajo që shkon prej jugut në veri, hani e lezit në për Ferizaj, Fush Kosov, Mitrovic, Leshak. Tjetra që e lidh kombin tonë në mënyrë të hekurt, e të qelikt, Prishtin, Durrës, porti i thot i Prishtinës me portin e ri të Durrësit dhe gjithashtu Hekurudha e cila e lidh aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, Adem Jashari me kryeqytetin Prishtinën. Shpresoj që posaçërisht bashkëdhetarët tonë që po vinë masivisht këto ditë do t'ja shohin hajrin këtij trenit aeroport kryeqytet. Do të kemi 1 miliard euro pra në prodhim dhe industri mbështetje për kreditim, amortizim të përshpejtuar për bizneset e reja, që kur janë në fillet e tyre të paguajnë më pak ose as pak, e më shumë të paguajnë atëherë kur do të ngriten, mbledhja e tatimit mbi vlerën e shtuar të shtyhet për 1 muaj në muajin pasues dhe të realizohet brenda vendit, masat që ndihmojnë qytetin tuaj biznesit dhe tregtis, pra jo me premtime, por me vendime të cilët sjellin punë, zhvillim dhe begati reale. Përderisa të tjerët i keni po, detyrohen të shkretit me dhomë premtime që si besojnë as vetë, ne nuk kemi nevojë me dhomë premtime, sepse ne vetëm duhet ta ndjekim trendin ekzistues
i cili tregon se çka ka me ndodhë e mirë, e morë, e drejt, e vërtet, e dobishme, për siguri e begatin 4 vjetë me qeverisjen tonë të mirë.